Jem një non 70 vjeçare, më ka vdek djali, mi kalon 2 jetima, thot. Thot sa herë shkoj me vizitu varën e tij qaj shumë, se i ka bon 2 pyetje, plus thot po lexoj Kur'an apo Yasin për ta shpesh a kam në gjëna. Lusë Allah në gjellë që ta mshiroj djalin, dije se përderisa e ke pas djalin besimtar, aq më tepër namazle, mos e baj gajle, se Allahu Gjellëshanuhu askuj nuk ja hup mundin. Mërzin zamensoje me bindjen kaderin e Zotit, që shtu Zotit i ka dasht. Allahu atë që da e merë, nuk e lem me bon gjënohe ma shumë. Prandaj Allah me rahmetin e vete ka marrë djalin tanë. Ti që ka dush me bon? Dush mu knaq me caktimin e Zotit, edhe mërzin me zamensu me dua. Nëse vetë ju dalin lot, se normal nanës i dalin lot, nuk ki gjëna. E për jetimat dije se ata nuk janë jetima, se Allahun e kanë. Allahun e kanë. Kanë ty, ju kanë juve. Kur nuk duhet me hup shpresën prej Allahut. Andaj edhe ti si nan, zamensoj mërzin tonë me dua dhe me falendrim të Allahut. Falendrej shumë Zotin. Nga ona tjetër, sa er falesh, sa er lutesh, sa lexon Kur'an, a Jasina, dua tjera, unë kisha me thonë, lexo në përgjithësi Kur'an, jo veç Jasinin, se nuk ka argument me veçu veç Jasinin. Lexo çka të mundesh Kur'an. Edhe kur ta kryen leximin, ban dua, thuaj o Zot, më shpërblej mu, shpërblej gjallët të vdekurit tan, shpërblej edhe djalin tan. Dijeni se Allahu ka thonë Kur'an, kush ban sabër ka me shpërbly pa hesab. Ban sabër se ki mu taku me djalin tan xhenet. Ki mu taku me dashnit e tu në xhenet. Ti bashkë me neve. Të gjithë kemi mu taku. Edhe maj dashur të Allahu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë kërkush. Prandaj përderisa Zoti ka marrë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e ka marrë edhe djalin tan, ka më na marrë edhe neve. Elhamdulillah që je non që bën namaz, që je non e cila lexon Kur'an, edhe di kaderin e Zotit. Kujtoj edhe pejgambert që Allahu ja ka marrë fëmijët. Kujtoj Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili 6 fëmijë të vetit i ka varros me durë të veta. Edhe i ka bon sabër, edhe na duhet me bon sabër. Këtë sprov, këtë mërzi zamensoj me dua. Nëse vetë ju dalin lot, nuk ki problem, nuk ka kur farë gjunaj. Po mundohu që mërzin tane me zamensu me dua. Lusë Allah që ta mshiraj djalin tanë. Ti ruj nipat edhe fëmijët që i ke. Allahu ti rujt, Allahu ti bekoft, Allahu të dhasht khair, bereqet, mirësi, xhenet edhe kret khairin. Amin.